Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon presidenten se po vendos në rrezik karakterin multietnik të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përmes një komunikate thuhet se Gordana Siljanovska Davkova opozicionua hapur në anën e qeverisë, duke anashkaluar mekanizmat për mbrojtjen nga shumica etnike. Me deklaratat e saj se nuk ka rëndësi sa deputet shqiptar do ta braktisin shumicën parlamentare, përderisa qeveria ka 61 deputet, nuk ka nevojë për zgjedhje të parakoshme. Presidenti dërgon një mesazh të qartë se balanca etnike dhe ndjeshmëria e partneriteteve nuk janë pjesë e prioriteteve të saj politike, thuhet në kumtesën e BDI-s. Sipas opozitës shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Siljanovska braktisi rolin që presidenti duhet të ketë si arbitër i drejtë i pozicioneve të ndryshme politike, me qëllim të bashkimit të gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë së tyre etnike ose politike. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut deklaroi se për momentin kjo forcë politike ka vetëm një vendimarrje, dalin me kandidat më vete në zgjedhjet për këshilltar komunal, ndërsa mbetet të hapur mundësia për bashkëpunim për kryetar komunash. Në moment që të vendosim, ose kur kryesia e partisë vendose që të shkojë me PDI-n, as që kërkojmë në vend qeveria që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash, kryesia e qendrore ka vetëm një vendim, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunal. Kurse për bashkëpunime, tash me Blenin e shoh se është derë e mbyllur, në zgjedhjet lokale janë pak më ndryshe se sa zgjedhjet tjera. Arben Taravarit ase janë gati të krijojnë dhe grupin e tyre parlamentar. Ne jemi partia autonome, vendosim dhe i sjellim të gjitha vendimet në organet tona partijake. Kur sjellim ose nëse sjellim që të bashkëpunojmë diku me ndonjë parti tjetër që nuk është në qeveri, nuk e shohim veten më të jemi pjesë e qeverisë, por tash për tash nuk kemi ashtu vendim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë u bëri thirrje emigrantëve në Greqi të dërgojnë votën e tyre në zgjedhjet e 11 majit. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama sqaroi se përtej vështirësive të asura në fillim të procesit, kompania që mori përsipër materiale zgjedhore ka arritur të shpërndajë mbi 90% të zarfeve. Vota për ata që janë regjistruar është një mund jashtëzakonisht i vogël, por ama është edhe një kontribut jashtëzakonisht i madh. Kështu që ju lutem, pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompani e madhe globale DLL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 90% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Partia Demokratike denoncon tek shefi i misionit vëzhgues të zgjedhjeve i Odierit paregullësitë sipas saj në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Në takimin e zhvilluar me Lamberto Zanier, drejtuesi politik në qarkun e Durrësit, Oert Bylykbashi shpreu shqetësimin mbi përdorimin masiv sipas tij të shtetit në favor të Partisë Socialiste. Mes të tjerave, përmes rrjeteve sociale, Bylykbashi dha alarmin për përfshirje të krimit të organizuar në zgjedhje dhe mbështetjes së tij në përfshirjen e kandidatëve të caktuar në listën e Partisë Socialiste, presionet mbi zgjedhësit dhe shitblerje të votës. Bylykbashi shtoi se moshtyrja e fatit të vlefshmërisë së kartave të identitetit për shtetasit që votojnë në Shqipëri ushtrua si problem madhor në shkallë vendit, duke rrezikuar që disa qindra mijëra zgjedhës të pengohen për të votuar. Vota. Friedrich Merz dështon të zgjidhet kancelari gjermanisë në raundin e parë të votimit në Bundestag, duke marrë vetëm 310 vota nga 316 që nevojiteshin për të siguruar shumicën absolute. Sipas mediave gjermane, ky është një zhvillim i paprecedent në historinë e Republikës Federale, ndërsa seanca është hyrë për të lejuar konsultimet mes grupeve parlamentare mbi hapat e mëtejshëm. Kjo situatë vjen pavarësisht se vetëm një ditë më parë Aleanca Konservatore CDU-CSU, e udhëhequr nga Merz, nënshkroi një marrëveshje koalicioni me Partinë Social-Demokrate. Dy forcat politike së bashku numërojnë 328 deputet në parlament, çka teorikisht duhet të siguronte fitoren e Merzit. Partnerët e koalicionit janë zotuar për një agjendë që përfshin rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e ushtrisë gjermane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.